Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në Kosovë, situatën politike dhe të sigurisë, por jo vetëm, edhe për raportin mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe për këtë kam nderin që të kem të ftuar profesorin, historianin, ish i burgosur politik, zotin Avdi Gjata. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit profesor për kohën. Së pari më lejoni që ta nis me një pyetje për raportet mes nesh. Çfarë ka shkuar keq mes Tiranës dhe Prishtinës? Ku kemi gabuar? Ky problemi mes të raporteve Shqipëri-Kosovë vazhdimisht e ka përcjell dhe ngritje dhe rënje gjatë momenteve dhe kohëra të caktuara, gjithsesi gjatë zhvillimit të ngjarjeve politike të dy shtete apo në dy pjesë të territorit shqiptare. Pra, për them se me fillimin e ngjarjes vitit 1981 deri në vitin 1990 kemi pas dy mendime oficiale tek qytetarët e Kosovës për një argument ose një fakt shumë tepër të rëndësishëm, për shkak të asaj se pas ndodhe ose pas shpërthimit demonstratave në prillit 2-3 prillit 1981, atëherë sa vinte edhe ngarkoi situata politike e cila filloi të reflektoi tash edhe në mesin e popullsisë shqiptare. Pra me një fjalë, mund të themi se këto raporte tash fillon që të acarohen në mes të popullit shqiptar të Kosovës dhe popullsisë shqiptare në Maqedoni, Malzi, Preshevë, që realisht tash ishte e pamundur që edhe politika shqiptare apo shteti shqiptar, qeveria shqiptare asaj kohe të heftë fillimi edhe dalja në skenë e politikës së Shqipërisë për mbështetjen e demonstratave vitit 1981 në Kosovë, normalisht të fillon acarimi në mes të popullsisë apo Jugosllavisë edhe të Shqipërisë, që pastaj këto raporte dhe marrëdhënie vazhdimisht herë zbuteshin e herë tensionoheshin varësisht prej situatës politike që zhvillohej në Jugosllavi, gjithsesi në Kosovë. Prandaj, popullsia shqiptare, kryesisht popullsia udhëheqe e shtetit që e Krahinës në atë kohë që quhej, normal ajo tash ishte e domosdoshme e detyruar që të mban edhe të fillon ta zbaton qëndrimin e politikës jugoslave, e cila politikë tash ishte mbi këndes me kërkesat e popullit shqiptar dhe me kërkesat historike të këtij populli, i cili vazhdimisht ka punuar dhe ka vepruar për me realizuar qëllimet e tyre. Prandaj, gjatë këtyre viteve, mund të themi se ishte acaruar në farforme edhe brenda popullsisë shqiptare apo brenda udhëheqjes së Krahinës dhe punëtorëve, studentave dhe popullit të Kosovës, që vazhdimisht pastaj vinin duke u acaruar, vinin duke u rënë konflikt mendimeve për shkak të asaj se udhëheqja e Kosovës mundohej të bindë popullin shqiptar që të vazhdojnë jetën e tyre në kuadër të Jugosllavisë, e në anën tjetër punonin dhe vepronin studentët që kërkonin që populli shqiptar ose të bashkohet më në fund edhe të krijon Republikën e Kosovës të barabartë me republikat tjera në Jugosllavi. Profesor, të lutem, a më thoni dot nga gjithë ata që kanë qeverisur në Tiranë pas 90-s, nga Berisha, Nano, Meta, Majko, Rama tani që është mandatin e 4, kush ka bërë më shumë dhe kush ka bërë më pak ose ka bërë dëm në raport me Kosovën? Po, sipas ngjarjeve që janë zhvilluar në Kosovë, popullsia e Kosovës me daljen në skenë apo me ndryshimin e viteve 90 që ndodhi në Shqipëri,
realisht popullin Kosovë, gjithsesi partitë politike që ishin krijuar në Kosovë gjatë viteve 90, shpresonin dhe presin shumë nga politika shqiptare e Shqipërisë, e cila politikë që në fillim faktikisht e morë pushtetin në vitin e parë, duket ashtu, pushtetin e morën në Shqipërisë në Tiranë socialista. Mirë, po për një kohë shumë shkurtër në pushtet erdhën pra Partia Demokratike në krye me Sali Berishën, e cila për popullin e Kosovës ishte një shpresë shumë e madhe, e veçanërisht për udhëheqjen e lidhjes demokratike të asaj kohe në krye me Ibrahim Rugova. Prandaj, mund të themi lirës se në Kosovë ishte një shpresë tepër e madhe në aspektin asaj se krejt ajo çka këtë ne mund të vlerësohet diçka, ose vlerësohet në atë kohë ishte kjo, sepse mjafton të thuash demokraci edhe të realizohen detyrat dhe obligimet. Domethënë, kishim harruar në kuptimin e asaj se vetëm si demokraci dhe kërkesat për demokraci nuk ishim të mjaftueshme për mbështetjen ose realizimin e qëllimit të projektit popullit shqiptar. Kjo shpresë e popullit shqiptar vazhdoi bukur një kohë gjatë, e veçanërisht me trumbetimin e udhëheqjes lidhjes demokratike, se në këtë kohë ishte vetëm lidhja demokratike si parti e regjistruar në Beograd, e cila në opcionin e saj kishte vetëm një qëllim dhe një ide. Durim, e kështu pra, asnjëherë nuk u përmbushën detyrat dhe obligimet të cilat populli shqiptar i Kosovës i priste për liderëve partijat në Shqipëri, e veçanërisht nga lidhja demokratike e Shqipërisë, në krye me Sali Berishën, e cila asnjëherë nuk punoi diçka, ose nuk veproi konkretisht përveç deklarata politike, sipas që kishin për qëllim ta tërheqin opinionin dhe të sigurojnë votat politike apo votat për me ardhur përsëri në pushtet. Pra e ka përdorur Berisha, po thoni që e ka përdorur Kosovën për vota. Realisht, jo vetëm Berisha, po gati edhe një pjesë e partive tjera, po edhe Partia Socialiste, po megjithatë Partia Socialiste, megjithatë sipas mendimit tim, ishte më e madhe në deklaratat e tyre politike në raport me Partinë Demokratike, e cila publikisht deklaroi se i mbështet demonstratat apo kërkesat e popullit shqiptar, realisht, sipas mendimit tim edhe sipas asaj që ndodhi, pra nuk vepronte dhe nuk ka vepruar ose nuk ka realizuar apo nuk ka arrit me mbështet popullin e Kosovës asnjëherë ashtu qysh ka pasur mundësi ose qysh është dashur për ta mbështetur. Bile, shpeshherë me deklaratat e tyre kanë ndodhur që ato të reflektohen negativisht të një pjesë qytetarëve të popullit Kosovës, e veçanërisht të njerëzit të cilët i takonin lëvizjeve ilegale kombëtare të popullit shqiptar në Kosovë, e veçanërisht veprimtare dhe njerëzve të cilët kishin sakrifikuar dhe kishin bërë ose kishin dhënë bukur shumë nga puna dhe jeta e tyre. Prandaj, shpeshherë ne kemi rënë kundërshtim në ato momente ku kemi pasur mundësi, edhe vazhdimisht kemi kërkuar që qeveria e Shqipërisë në krye me lidhjen demokratike, se lidhja demokratike është një parti politike në Shqipëri, e cila për një kohë bukur të gjatë diku 10 vjeçar e qeverisë Shqipërinë, po jo ashtu qysh kemi shpresuar dhe qysh kemi menduar. Bile, gabimin më të madh qeveria e Sali Berishës e ka bërë në raport edhe me popullsinë shqiptare në Maqedoni, ku i kanë pranuar disa çështje të cilat kanë rënë kundërshtim me kërkesat e popullit shqiptar
atëherë, por edhe sot. Po, në Tiranë nuk kanë munguar asnjëherë, pavarësisht viteve që kanë kaluar, edhe rikthehen edhe vazhdimisht akuzat nga njëra palë tek tjetra, që edhe për Sali Berishën për bashkëpunim që nga njëra anë furnizonte Serbin me ushtrinë serbe, me karburant, nga ana tjetër fliste gjëra të tjera. To ju si keni parë? Edhe tash me ndryshimet që ndodhen në vitin 1997, gjithsesi me hapjen e magazinave ushtarake, ishin kriju kushtet më të përshtatshme për popullin e Kosovës, e veçanërisht për grupet të cilat kishin filluar me u përgatit për çështjen e luftës ose për përgatitjen e farformit të rezistencës të armatosur. Atëherë kanë filluar lëvizjet në shumë pjesë të Kosovës, të cilat pastaj kemi filluar me të bërtuar edhe me kaluar ilegalisht edhe në troje shqiptare, po që pastaj në trojet shqiptare të Shqipërisë kishim filluar të kryen edhe disa ushtrime ushtarake të grupeve dhe djemve të ri, por që gjatë gjithë kësaj kohe, njerëzit të cilët kanë ikur apo udhëheqjet e grupeve ushtarake apo të QK-s, si Zahir Bayazidi, Adem Jashari, Mila Droqi, Ilir Kunushevci e disa njerëz të tjerë, të cilët sepse shfahere që ngushtohej laku apo zbuloheshin grupet edhe aktiviteti i grupe politike shqiptare në Kosovë, normalisht strehim denen në Shqipëri, mirë po shpeshherë gjatë qeverisës Sali Berishës edhe të Lidhjes Demokratike edhe në realisht Partisë Demokratike në Shqipëri, një pjesë e njerëzve tonë kanë rënë edhe janë burgosur në Tiranë edhe në Kokës, që pastaj është dashur me grupet me këshir me intervenu për me i liruar nga burgjet, e që përbes shpeshherë kanë ndodhur që kanë qenë të detyruar mu larguar nga Shqipëria apo nga shteti shqiptar, edhe mu kthye në Kosovë, që pastaj jeta e tyre ishte mjaft rrezik. Ju profesor po thoni që në qeverisja e Berishës, qeveria e Berishës ka arrestuar dhe ka burgosur ushtar të UÇK-s. Normal, ka burgosur. A ka emrat, a keni emrat të këto që... Po, është Zahir Bayazidi, Adem Jashari. Pra, ju po thoni që qeveria e Berishës ka arrestuar dhe burgosur Adem Jasharin. Po normalisht atje në Shqipëri. Pastaj Zahir Bayazidi ka qenë, të unë e di se kom komunikuar, kom biseduar me Zahir Bayazidin. Pastaj kanë qenë edhe një numër. Po çfarë ju ka thënë? Mund kujtoni diçka? Na ka thonë sepse na ka distresuar jeta për më shumë me qëndruar në Shqipëri, edhe janë kthyer ata. Janë kthyer për Shqipërisë dhe kanë qenë të detyruar mu kthyer në Kosovë, që pastaj kur janë zbuluar grupet të cilat kanë jetuar në grupe ilegale, atëherë normal që janë arrestuar dhe janë vrarë. Realisht janë vrarë grupet të cilat, siç është grupi i Zahir Bayazidit, Edmond Hoxhës dhe Hakim Zenullarit në Pestovë të Vështresë. Po nga komunikimet që keni pasur atëherë me persona të tjerë përveç Bayazidit dhe Nunit, ju ka thënë më konkretisht për qeverisjen atëherë në Tiranë, për sjelljen e saj, për Berishën, për aktorët e tjerë politik? Po normalisht ata në kuptimin e saj ata s'kan mujt me komuniku drejt me Sali Berishën e krejt, po njerëzit sigurimi shtetëror të Kosovës të Shqipërisë, realisht ata i kanë marrë në pyetje, nuk i kanë maltretuar në kuptimin e saj fizikisht të gjitha këtyre çështjeve, por në farforme kanë qenë kundër veprimit edhe eskalimit në një shkallë më të lartë apo përgatitje për çështje ushtarake, po kjo nuk kanë mbarë krejtësisht edhe prej qeverisë Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, po për edhe një fakt të arsyeshëm, sepse vetë Lidhja Demokratike, në kriju Lidhjes Demokratike, në krye me Ibrahim Rugova, kanë qenë kundër fillimit të përgatitjes së grupeve, të cilat normalisht
ishin filluar me u pregadit, sepse pjesa me madhe tyne e dinin që liria nuk ka mundësi të vihet me pa një veprim ma radikal se sa që ishte për shembull veprimi radikal i ides apo i mendimit të lidhjes demokratike në kry me Ibrahim Rugova, që neve na duhet durim. Profesor, Prandaj, a është e vërtet që pra a bini dakord me Fatos Klosin, ish kreun e shikut në Shqipëri që ta pak ditë më parë që UÇK-ja fillimisht kur u ngrit për autonomi. po ndëgjëm. Tash Fatos Klosi ose e ka bën një deklaratë në kuptimin e asaj, formal. Besoj ju e keni dëgjuar këtë. Po e kum dëgjuar dhe kum lexuar, po megjithatë nuk shndron mendimi Fatos Klosi në kuptimin e asaj se ne kemi qenë për një kryengritje ose një luftë apo UÇK-ja ka vepruar për me kriju një republikë në kuadër të Jugosllavisë. Po megjithatë edhe ideja si republikë është shumë interesant se këtu duhet pak me sqaruar një problem. E ky problem është mjaft interesant që mendoj që unë prapësisht e di e krejt e teoria se si ka shku dhe që është filluar. Pra dhe një herë, po shkojmë pak ma herët, pastaj po vim deri te ky mendimi i Fatos Klosit që ka thonë dhe sot. Dëgjoj, lëvizja grupet ilegale në Kosovë, prej një vitin 1944-45, ka vazhduar rezistenca e grupeve edhe njerëzve kryesisht intelektualëve të kohës, të cilin ishin shkolluar në vende të ndryshme, të cilët ishin shkolluar edhe në kuadër të Jugosllavisë, që kishin vazhduar rezistencën edhe ishin për bashkimin e trojës shqiptare me Shqipërinë. Gjithsesi pra, ishin për zbatimin e qendrimit të konferencës të Bujanit të vitit 1943-44, apo me 30 dhjetor edhe 2 janar të vitit 1944, ku ishin marrë vendim që troja shqiptare në Jugosllavi edhe publiku shqiptar i cili kishte mbetë në mbretërinë serbo-kroate slovene, domthonë para luftës së dytë botërore, që t'i bashkangjiten Shqipërisë. Pra të gjithë delegatët shqiptarë që ishin në atë kohë, e besa dhe ka pasur 3-4 delegatë serbë malezes, që në atë kohë është marrë atë një vendim që populli shqiptar Kosovës pas luftës duhet t'i bashkangjitet pra Shqipërisë. Ky program ka vazhduar edhe në vitin 1945 e krejt, edhe tash kjo konferenca e Bujanit, domethënë shkontarizohet ose që ta quaj në kuptimin e asaj hullet si e pa bazë dhe pastaj kishin filluar me u përgatit që populli shqiptar edhe më tutje duhet të vazhdon në kuadër të Jugosllavisë për faktin e asaj se qëndrimi dhe marrëveshjet që ishin bën nga fuqitë e mëdha, nga Churchilli, Stalini dhe Roosevelt në konferencën e Jaltës edhe Tehranit, atje ishte marrë një qëndrim dhe veprim që asnjë kufi pas luftës dytë botërore nuk duhet të ndryshojë. Po populli shqiptar e vazhdoi rezistencën e vet prej vitit 1945 deri vitin 1960, endeshë edhe grupe tjera, të cilat kërkonin bashkimin e popullit shqiptar të Jugosllavisë me shtetin Om. Pastaj kemi vitin 1957, lëvizjen e Adem Demoqit, që ishte një lëvizje për bashkim kombëtar. Pastaj kemi grupe të cilat janë dënuar në vitin 1961, 62, 63 edhe 64, që kanë kërkuar për bashkimin e popullit shqiptar me Shqipërinë. Pastaj kemi demonstratat e vitit 1968, edhe në këto demonstrata tash, ato demonstrata kanë filluar në fillim me një program që për bashkimin kombëtar, mirë po ndërkohë gjatë protestimit dhe demonstratash është kanë filluar me broherit që populli shqiptar bro është për me krijuar një republikë kuadër të Jugosllavisë ose Republika e Shtatë. E tash prej vitit 1968 dhe 70, 71, 72, 74 u krijuan edhe krahina, u avancuan në një krahinë autonome e cila kishte edhe një gjysmë kuvendi edhe një gjysmë kryesie,
që qeveristën në kodër të Jugosllavisë. Megjithatë, edhe përkundër këtyre rezultateve që ishin arrit në kodër të Jugosllavisë, pra shqiptarët që arritën me kushtetutën në vitin 1974, ku Krajina ishte pjesë përbërëse legislative e Republikës Serbisë dhe Republikës Jugosllavisë, populli shqiptar edhe më tutje e vazhdoi rezistencën e grupet shqiptare, grupet ilegale e vazhduan vazhdimisht edhe nuk ka gati vetë, në të cilën nuk janë dënuar me qindra, mos themi edhe me mijëra student dhe punëtorë që punonin dhe vepronin, që kërkonin që Kosova mu avancua shpakullin e Republikën kodrit Jugosllavisë, gjithsesi deri ishte edhe për bashkimin kombëtar. Pra, nuk mund të themi që kushtetuta e Krajinës autonome të Kosovës nuk është avancua, sepse Kosova deri në vitin 1968, 69, 70, nuk populli shqiptar shumë pak kanë gëzuar të drejta në kodër të Jugosllavisë, po pastaj me krijimin e ndryshimeve kushtetuese që u bën, atëherë Krajina e Kosovës u bë si një krajinë autonome, e cila ishte si pjesë përbërëse e Republikës Serbisë, e ditën kohë ishte edhe si pjesë e Federatës Jugoslave. Kështu pra, gjatë kësaj periudhe, populli shqiptar u avancua dhe u ngrit intelektualisht me hapjen e universitetit, me hapjen e fakulteteve në Kosovë dhe në vendet për pjesë të tjera të popullit shqiptar, siç ishte Maqedonia e Krejt. Një ndihmës të madhe në këtë drejtim e ka dhënë edhe qeveria e Shqipërisë, e cila u arrit një marrëveshje për këmbimin e profesorëve. Domethënë, për me sjell profesor nga universitetet e Shqipërisë në Kosovë, për shkak të asaj se në Kosovë mungonin kuadrat e universitetet normal kishte nevojë për një numër të madh të profesorëve doktorëve shkencës, të cilës ishin profesionalistë. Pra, po flisim profesor për kohën që këtu ishte Enver Hoxha akoma. Po normal, hale ishte Enver Hoxha, sepse në këtë kohë u arritën disa gjëra shumë huaj. Po pas rënjes së komunizmit këtej, keni lexuar planin e Enver Hoxhës për operacionin për ndërhyrje në Kosovë? Po, e kemi lexuar një plan, një operacion për ndërhyrje në Kosovë. Ajo është për mua ishte një plan, ishte shumë i domosdoshëm, jo në kuptimin e asaj që qeveria shqiptare Enver Hoxhës kanë qenë të interesuar për me hin luftë, po ai plan operativ, dhe ai hap që e kanë marrë qeveria e Kosovës e Shqipërisë në krye besoj me Enver Hoxhën apo strukturat ushtarake, realisht është ka qenë, edhe duhet ta vlerësojmë lartë për dy çështje shumë të rëndësishme. Ne kur e kemi kuptuar se ne pak kur kemi punuar pak si legalisht kanë njëherë na kanë ardhur disa informata dhe për qeverisë Shqipërisë për disa veprime pak më konkrete, po ajo një ka qenë si mbështetje morale për ne, edhe dy ka qenë një para përgatitje për një luftë mundshme e cila mund të ndodhë, sepse të gjitha ata njerëz që kanë kuptuar dhe kanë njohur pak politikën globale apo politikën e përgjithshme në Ballkan, mes të raportet të shtetit shqiptar dhe të Jugosllavisë, me ngjarjet që ndodheshin, që vazhdonin pra të ndodhin në Kosovë, realisht vetëm ata që s'kan dashur me ditë, sepse është ditë që shumë e pamundshme mos me ardhur deri te në fillimi një lufte. Apo deri te fillimi një lufte në mes të Jugosllavisë, edhe normal mes popullit shqiptar të Kosovës apo në Jugosllavi, që pastaj kjo fillim i luftës dhe zbati realisht edhe çashtu dhe ndodhi, ka qenë shumë e pamundshme që mos më reflektua ose mos me mund me qenë. Pra, me një fjalë, që Shqipëria me mund me qenë një qetë, por derisa bëhet luftë në Kosovë, në trojë shqiptare, Maqedoni, pastaj në Malzi e kështu me radhë në Jugosllavi. Pra, kur një luftë fillon në kufe, në Kojshi, realisht, atëherë normal, njerëzit e mesëm kanë bërë shumë mirë që kanë bërë një plan operativ për fillimin e një lufte të mundshme që mundet me ndodhë.
Edhe gjithmonë ushtarakisht, për shembull, ushtarët gjeneralët e njohur që kanë dhënë të rritë e tyre dhe krejt, edhe u Hoti ka thonë një fjalë. Nëse jeni të interesuar me jetu në qetësi, përgatituni për luftë. E nëse nuk jeni të interesuar, nuk përgatiteni për luftë, atëherë nuk mundi me jetu aty, se për faktin e saj se po u përgatit, normal që sërmohesh ma lehtë, edhe mundesh mu trazuar brenda një shteti ma shpejt e edhe do ta psesh ma rënd. Profesor, të lutem, më jep një mendim për atë që po ndodh sot në Hag. Aq më tepër edhe për Hashim Thacin, tani ishte në vijën e frontit apo ishte politikan? A ishte Ardem Demaçi, sikur thot ai, drejtuesi, apo po tenton që të heq përgjegjësinë tani, ndoshta siç mendojnë disa, për të shpëtuar nga Haga? Po ndëgjani. Kjo që ka ndodhur tash edhe që po ndodh vazhdimisht, është në kundërshtim me krejt ato që ka po ndodhur në Hag. Për faktin e saj se ne të gjithë këtu në Kosovë e njohim këtë problematikë ma mirë se sa ajo që apo interpretohet e po folet nëpërmjet të informimit dhe aty në çështje. Në kuptimin e saj, të gjithë duhet ta kuptojnë problemin, sepse pesha tash njerëzit e cilët janë kundër UÇK-s, ata tash po mundohen me nxjerr mendime të ndryshme në kuptimin e saj se jo nuk ishin udhëheqja, nuk ishin komandant, nuk ishin ashtu, nuk ishin këto. Po gjithmonë vazhdojnë të harrojnë se ushtarët e UÇK-s, po them, këtë kuptimin si ushtar, po antarët e fillimit të grupeve që quhen, sepse tash grupe ushtarake na quajnë. Edhe quajmë grupe ushtarake njerëzit e cilët kanë filluar ta marrin armën dorë për të mbrojtur nga presioni dhe nga vrasjet e ndjekjet apo burgosjet e popullsisë shqiptare nga ushtria serbe dhe normalisht nga udhëja e Jugosllavisë, gjithsesi nga udhëja e Serbisë. Pra, ushtria UÇK-s apo UÇK-ja nuk ka pas atë kapacitet në kuptimin që ta e mendojnë tash njerëzit, sepse nuk ka pas hierarki komanduese ushtarake profesionale, por janë konë grupe vullnetarive të njerëzit, të cilët kanë qenë njerëz që nuk kanë mundur ta bërojnë mollunën dhe gjenocidin që e ka ushtruar ushtria dhe policia serbe në Kosovë dhe në troje tjera shqiptare. Prandaj kanë filluar me organizuar grupe, të cilat këto grupe nuk kanë ardhur si rezultat e një, ta quajmë kuptimin e saj si një urdhënese apo një këshillë nga lart, po këto grupe ushtarake kanë filluar me u organizuar nga poshtë. Domethënë janë bashkuar njerëzit të cilët kanë qenë bindun edhe nuk kanë mujtë me duru në kuptimin e saj atë që ushtronte regjimi i Jugosllavisë edhe i Serbisë. Prandaj para se me u formu që kjo komon apo drejtëri politike dhe gjitha këtyre çështje, në pjesët më të madhe të territorit të Kosovës janë kriju grupet edhe para fillimit të luftës së UÇK-s. Pra, para fillimit të luftës e cila ka filluar pastaj, mas pari atje në Prekaz, edhe pastaj në Dugagjen edhe në Lap. Për Lapun e muj me folë shumë mirë, sepse e kom përcjell këto grupe dhe kem qenë në kontakt drejt për drejt me këto grupe. Këto grupe janë krijuar kryesisht edhe në rand por prej njerëzve, të cilën pjesën më të madhe i kanë qenë të burgosur politik, që kanë marrë burgjet prej vitit 1981, po që pastaj janë dalë prej burgjën vitin 1990, pra kryesisht ne jemi liruar në vitin 1990 një pjesë e madhe të burgosur politik, që pastaj tash këta njerëz mund ta them kështu konkretisht edhe drejt për drejt, njerëzit të cilët kanë rënë në burgjet e Jugosllavisë, kanë kaluar hetimet nga sigurimi jugoslav në bashkëpunim me sigurimin shqiptar që ka qenë në Kosovë edhe në troje tjera, ata kur i kanë hyrë një organizimi apo një punë për më organizu edhe më kundërvu masa dëmshme të
ushtrisë serbe malezeze, ata normal kanë qenë tash plotësisht pjekun politikisht që unë po hi edhe po filloj me organizu edhe me kryu grupet apo me fillu me i ushtru grupet e djemve të ri për fillimin e një lufte apo për një lufte guerile, sepse ata i kanë hyrë kësaj pune, por megjithatë e kanë ditë shumë mirë dhe kanë qenë të vendosur, edhe i veti ja kanë shtruar detyrë se gjallë nuk bien dorë të policisë. Prandaj këto grupe në fillim janë kriju si grupe veçëveshme për territorë dhe vende të ndryshme, për shembull Lapi kemi pas shembull për mas 7-8 grupe që kanë filluar me ushtru, një grup atje, një grup kohë e djemve të ri. Pastaj janë në Drenic, pastaj në Dugazhen, pastaj në teritorit tjera të Jugosllavisë, e që tash kur veç filloi sulmi i ushtrisë së Serbisë dhe krejt, atëherë këto grupe filluan me u bashkue ose mu afrue edhe me kriju me ndihmë njëna prej tjetrës. Për faktin asaj se shembull për marr, ushtria ose UÇK-ja në Lap, që është pjesa më veriore e Shqipërisë, ajo normalisht që ka pas nevojë për ushtarët e UÇK-s që janë kriju në Drenic. Pastaj ka pas nevojë për djem edhe vajzat e Dugazhinit. Ka pas nevojë pastaj për djem dhe vajzat e shqiptarëve Shqipëri për mi siguruar matimin, për strehimin, për ndihmën e lloje të ndryshme. Prandaj tash gjatë luftës, unë mendoj kështu, ka filluar që të krijohet një qendër, një hierarki që ka qenë shumë e nevojshme domosdoshme, e që kjo hierarki edhe kjo ka qenë tash për neve këtu në Kosovë. Ne kemi ditë që si udhëheqësi drejtorisë politike të UÇK-s është Hashim Thaçi me njerëz të shokët e tina. Por që me bo edhe më të rëndësishme këtë, ka qenë ajo kur ushtria shërlimtare e Kosovës, ose drejtoria për shembull e UÇK-s në malet e Drenicës, edhe një pjesë e tyre që kanë qenë jashtë Kosovës, normalisht kanë propozuar që Adem Demaçi të krijojnë grupin e vet edhe të përfaqëson UÇK-n në Prishtinë. Domethënë që UÇK-ja të jetë zallonse e UÇK-s në territorin e Kosovës. E tash, po duhet dhe mja sharuar. Të gjitha deklaratat, pavarësisht që rrjedhin prej gjykatës të Hagës, e veçanërisht atyne që po mundohen me etiketu ushtrinë shërlimtare të Kosovës, kryesisht janë deklarata apo veprime të pamatura mirë në rand parë. Pamatura mirë edhe pjesën më të madhe bojnë njerëz që nuk i kuptojnë këto probleme, po që kanë rënë në ndikimin e shërbimeve të huaja që kanë për qëllim ndërnimin edhe ngritjen e akuzave ndaj këtyre njerëzve që janë së në Hagë, e pastaj që të fillojnë të ta demoralizojnë popullin shqiptar, në kuptimin e asaj se këta apëse nuk kanë qenë në hierarki ashtu e komanduar që duhet nivelin ushtarak, që normalisht nuk kanë qenë se s'ka mundësi me pas. E dim se s'ka mundësi me pas, nuk ka mundësi me pas për shkak të asaj se këta njerëz, përveç Jakub Krasniqit të gjithë të tjerët, ose që ata nuk kanë qenë as shërbim ushtarak të Jugosllavisë, edhe nuk kanë qenë njerëz profesionalistë këtyre detyra. Po krejt kjo ka ardhur si rezultat i mos koordinimit mjaftueshëm, sipas mendimit tim, edhe ky mendimi im, unë nuk jam afar diplomati politik i njohur në nivelin ndërkombëtar, po jam një farë veprimtar i cili prej vitit 1980-81 vazhdimisht kam qenë në rrjedha të zhvillimit të ngjarjeve. Pojën më të madhe mbojnë sepse në anën tjetër në Kosovë u krijuan një qeveri e Kosovës, u kriju një presidentin Ibrahim Rugova, sipas Konstitutës Kaçanikut, realisht presidenti Ibrahim Rugova të njëjtën kohë ka qenë edhe si komandant i forcave të armatosura. Recep Gjergji ka qenë si ministër i policisë Kosovës. Për këto e dinë shumë mirë. Dhe Anton Noka, që ka qenë antar i kryesisë, është sistemuar nga Kreu i LDK-s, ose qeveria e Kosovës, është sistemuar si ministër
i mbrojtjes, ose si ministër i çështjes ushtarake. Po fatkeqësia më e madhe është se këta nuk e kanë kryer detyrën ashtu që duhet. Dhe nuk kanë mujt me realizue dhe me organizue as sistemin ushtarak që duhet me punu, as sistemin policor që duhet me punu me vepru. Prandaj kanë qenë të shputura hallkat në mes të ministrisë me Bujar Bukoshin ose qeverisë me Bujar Bukoshin, të presidentës Lëdikës asaj kohe, të ministrës Antanokës, edhe të ministrit punëve të brendshme ose të policisë, që ne i kemi dhënë emrat e policisë, i kemi organizuar ne, se unë kam qenë kryetari i Lëdikës në Ndegës, domethënë që i kam përfaqësuar 3 fshatra që kanë pas përmbi 14.000 banor. Domethënë, ne kemi evidentuar edhe kemi filluar një mbrojtje ushtarake dhe policore, që kemi biseduar, edhe kemi koordinuar punë me policët e Kosovës shqiptar. Po normal edhe me disa ushtarak shqiptar që kanë qenë si rezervista, apo që kanë kryer pak një shkollë ushtarake në nivelin e Jugosllavista asaj kohe, dhe këto për një moment caktuar me fillimin e luftës së QK-s, këto kanë qenë të hutuara, nuk kanë qenë të para përgatitura për me veprime dhe aksione konkrete. Dhe tash, normal, që gjërat kanë shkuar pastaj jetë të koordinuar mjaftueshëm për shkak se kreu i udhëheqjes kohës i cili thirrë në ato që janë votuar nga qytetarët. Pra, LDK dhe presidenca e qeveria janë votuar që është bërë një regjistrim e votim i popullsisë shqiptare në vitin 1991-92, në atë kohë, derisa ushtria serbe kishte sulmuar familjen e Asharit në Dreniç. Por derisa në Dreniç bëhej luftë, na bënim zgjedhje partijake dhe zgjedhje të organe këndse të shtetit Kosovës. Profesor, më lejoni që ta mbyll bisedën me një çështje me një pyetje mjaft të rëndësishme, jo më kohë të lash edhe për në fund. Ju lutem më bëni një metamorfozë të plotë të transformimit, si mund ta themi, të Albin Kurtit, sepse ju keni qenë pjesë këtu tek kur vetvendosja ka qenë shoqat organizat përpara se të bëhet parti politike e mëtej. Pra e njihni mirë me atë që unë kam lexuar dhe dëgjuar që ju jeni shprehur në media. Por si arriti Albin Kurti deri këtu? Dhe ku do shkoj mëtej? Sepse ndoshta po del ajo profecia e Adem Demaçi që këta nuk janë për qeverisur? Boj, nëse keni kohë pak e nëse nuk më gotni, po e filloj këtë punë për fotin e asoj se është shumë e vërtet që pas daljes Albin Kurti nga Burgu, një kohë ai është deklaruar që nuk do të merret me politikë, edhe kryesisht do të merret me disa çështje të tjera. Megjithatë, ne që kemë qenë burgosën politik, edhe unë kom qenë antar i kryesisë në kombit në Kosovë, gjatë kohës kur Ushin Hoxha u zgjodh kryetari i partisë të një kombit, e cila nuk ishte regjistruar. Dhe tash ne ishim një parti politike e cila ishte më radikale dhe i kundërbiheshim opcionit të lidhjes demokratike ose opcionit të durimit. Prandaj, në këtë kohë duhel edhe u kriju Unioni Studentëve, vitin 1997, e që këtë Union Studentëve e këshin krijuar Muhamet Movraj, që është si kryeredaktor e përgjithshëm i epokës së re, edhe Driton Lojçi, që ishte në mas luftës edhe antar i Partisë Demokratike të Kosovës. Pastaj ashtu kryetari ishte zgjedhur Bujar Dugolli dhe antari kryesisht ishte edhe Albin Kurti dhe një pjesë e të njerëzve të tjera të Unionit Studentëve. Me fillimin e luftës normal, Albin Kurti ishte burgos nga ushtria dhe policia serbe në qendër Prishtinës, që pastaj ne e këshim kuptuar dhe morën vesh që mirë po me daljen e tij nga Burgu, atëherë filluan me u kriju disa lëvizje tash, që ishin pak kënaqur me strukturën edhe partitë politike që ishin në Kosovë, me Lidhjen Demokratike, besa kanë nga pak, edhe nga
ishëm pak zgënjur edhe nga vetë Partia Demokratike, veçanërisht ishëm të zgënjur edhe nga Lidhja Demokratike. Pastaj ne e krijuam një kohë Aleancën për Armërinë e Kosovës, kryer me Ramush Haradinin, që Partia Aleanca për Armërinë e Kosovës është krijuar. E kemi zgjedh Albin Ramush Haradinin kryetar, po këtë e kanë bërë LKÇK-ja. Pra partia LKÇK, partia parlamentare, që një kohë ka qenë kryetara Demdemoqi, pastaj Bajram Kusumi, edhe partia Unikobit me Muhamet Kelmend. Po tash ndërkohë, une me një pjesë të shokëve tonë, kemi marrë pjesë në thelmelimin dhe krijimin e shoqatës, që është quajtur shoqata vetëvendosje, që kryetar është zgjedhur në Albin Kurti. Mirë po, ne atu kemi marrë një vendim, që ne asnjëherë nuk do të bëhemi parti politike, po ne do të veprojmë dhe punojmë si shoqatë. Shoqatë e cila neve na intereson më shumë vazhdimisht që me protestue edhe me kundërshtue qëndrimet dhe veprimet që ndodhin ose që bëheshin nga partitë politike në bashkëpunim me unë mikun edhe në bashkëpunim me KFOR-in. Të asaj kohe, për shkak të asaj se ne një farë forme nuk e pranonim as rezolutën 1244, nuk e pranonim as flamurin, nuk e pranonim as unë mikun, nuk e pranonim për shembull në kuptimin e asaj as fort luftën e UÇK-s, në kuptimin e asaj që kishte ndodhur dhe konferencën e Rambujës, e kështu me radhë. Mirë po, ne atu kemi biseduar, edhe këtë qëndrim që e kemi pas, ne e kemi pas një forme dhe arsutimin konkret, që mos dalim për këtij emisioni në kuptimin pa e sqaruar problemet mirë. Pra, ne, si shoqatë vetëvendosje, ishte fjala që kemi marrë në një odë atje në Kodrën e Trimave, ne kemi pas këtë qëllim që shkruajmë statut dhe programin e vetëvendosjes si shoqatë. Që ne nuk jemi të interesuar për me marrë pushtetin, edhe nuk do të dalim, nuk do të krijojmë parti politike asnjëherë, për faktin e asaj se për me bë parti politike ne duhet me regjistrohe te unë miku. Prandaj ne nuk e pranonim unë mikun si qeverinë Kosovë, sikur se që e këshin pranuar tjera, sepse ne e vlerësonim kështu. Nëse ne e regjistrojmë si parti politike i pushtetin e përkohshëm Kosovës apo të UNMIK-u, atëherë ne e pranojmë pra qeverisjen e Kosovës nga UNMIK. Prandaj vazhdonim kështu, protestonim kështu, jepnin deklarata publike para qytetarëve dhe para mjetit të informimit, normal që qytetarët pastaj pas një 7 vjetë, dikun deri në vitin 2010, i filluan të ishin pak kënaqur për faktin se që udhëheqja e shtetit Kosovës apo e qeverisë Kosovës që quhet, që qeveria e Kosovës edhe sot nuk i ka krejtësisht duart e lira për më mujt me vepruar pa marrë pëlqimin e KFOR-it dhe pa marrë pëlqimin edhe të Oleksit për veprime konkrete, atëherë ky për një moment si duket ai hungi me ato protestat që ndodhin edhe që organizohen në rrugët e Prishtinës, vazhdimisht kur ishin bisedime të rëndësishme në Austri, në Bruxelles e qendra tjera, kur merrnin pjesë përfaqësuesit e shtetit Kosovës, domethënë që ne nuk i vlerësonim shumë si përfaqësues të Kosovës, i akuzonim në farforme edhe i quajshim në farforme në atë kuptimin e asaj si tratar. Mirë, po tash për një moment, qysh lindi ideja, çka erdhi ideja dhe pse erdhi deri tek kjo, ishte, tha, prej sotit ne do të fillojmë të bëjmë parti politike. Tash normal, për pjesën e madhe aty në disa njerëz që me ato, ishte një problem i cilin na shqetësoi pak, sepse ishte në kundërshtim me ato që kishim deklaruar na para qytetarëve. Ishin kundërshtim para asaj që kemi thënë para mjetit të informimit, edhe normal ishin kundërshtim para gjithë shokëve tonë, sepse shumë na kemi pas shokë edhe
të dy ky, dhe li dy ky dhe krejt. Kur bishëm kundërshtim me ta dhe bishëm hap, ana i me thonë, hey, ju nuk jeni qeveri, po që shërbeni pushtetit të tërkombëtarëve. Edhe për një moment, unë që aty jam quë dhe këmë thonë, për këmë po një gabim kështë në kuptimin pra individual, se thashe dësh ka përshkojmë. Ka e kemë tërmend me shku, shka e kemë tërmend me bu. Ha duhet mu bu parti politike, në moment thashe po bujmë parti politike, ne për i pranojmë, të gjitha ato që kemi thonë që pranojmë. Nëse bojmë parti politike, ne të, apo bojmë parti politike, duhet mu registruhe ku, të uleksi, që ku se parti tjera politike. Nëse bojmë parti politike, të tash ne të gjithë realisht për i pranojmë të gjitha ato që si kemë pranuar. As e kemë pranu shtetin e Kosovës, as flamurin, as e kemë pranu marrëveshjen e to, as e kemë pranu këto, as e kemë pranu këto, as e këto. Të gjitha këto që as e kemë pranu, me një veprim konkret, tash, ne për i pranojmë. Tash edhe, çka duhet të thojmë ne qytetarëve? Jo s'ka lidhje, ata ne duhet me vazhdu punën me punën. Edhe tash, që ato i kemi nda, pra, ato qëndrimet dhe mendimet e tyne, që realisht tash, për këti kondi sot, unë që e kam, unë e këmë bu gabim që jem tërhijeq prej, edhe këmë thonë që mund nuk jem interesu me vazhdu, edhe pse, që me panajt edhe me qenë mrena ato, nuk ishë mujshëm që anë mi ka përtyr, pa edhe unë edhe mendimin tim dhe përqimin tim. Përveç, bile hëll me e këshyvi, shoqatën vetë vendosi, se partin vetë vendosi, nuk e ka njës Albin Kurti heq, para Albin Kurti ka tërë Fatos Aliu, një drejtor generali që li ka qenë i kekur, e ka filluar me një shoqat e cila të ndonte për me bo parti politike. Pra, e njësi Fatos Aliu, vllai i Liburnit. Vllai i Liburnit pe i bave. Po. Se Liburni ka baba i Liburnit, Ali Aliu, ka qenë i martuar 3 herë. Ka qenë i martuar si student. Edhe e ka pas një grua serbe në Beograd. Pastaj e ka pas një vajzë që quhet Drita. Pas kësaj, pas vdekjes saj, largimit saj, pas vdekjes saj, është martuar me Hyria Honën. Hyria Hona ka qenë motra e Gjeladin Honës, e cila me të cilën i ka pas 3 fëmijë. 3 djemë. Fatos Aliu ka qenë më i madhi, Erzeni dhe Shkelzeni. Pastaj, aje ka vdek. Dhe Pleshni, kohën e shtysh, po thëmë Pleshni, është me të pagrua, ka jetu në Prishtinë, edhe ndërkohë, nona e Liburnit, ka qenë martuar për njenin në komunën e Prishtinës, edhe nuk kam pas fëmijë, pastaj janë do, ai është martuar për me marrë një grua që bën fëmijë, e kështu kë Ali Aliu e ka kërkuar një grua që nuk bën fëmijë, mirë po tash pasi janë martuar, e kanë pas pra Liburnin edhe ka pas 2 fëmijë me Pra, ideja me hallën e Afrimzetis. Pra, Fatosi është ne, e Osman Zetis, babës Afrimzetis. E ka doj. Pra, ideja është që është Fatos Aliu ai që e themeloi vetëvendosjen. Fatos Aliu është ai që ka filluar me e kriju në lëvizje, e cila është quajtur që lëvizje për demokraci, që ne kemi kontaktuar me Fatos Aliu, po pastaj ndërkohë kjo lëvizje kishte nevojë për njerëz, edhe filluam mu bashkua të gjithë ata që ishim në farforme të pakënaqur me situatë dhe qeverisjen e Kosovës. Nga pushteti asaj kohë që normalisht kishte gabime, kishte lëshime, po që vazhdimisht këto qeverit ishin të normal që edhe sot nuk kanë ka i bien. Edhe sot, do gjotë çka të punojë dhe veprojnë normal që s'kanë qare, dashte pa dashte, pa e koordinuar problemin me ndërkombëtar. Po ku do ta çojë Albin Kurti Kosovën tani në këtë gjendje, në këtë situatë me Shtetet e Bashkuara dhe me Europën? Ju si mendoni duke njohur atë? Po
Unë e duke njohur ato, bashkështu nuk e ku njohur, sepse ku menduar që është njeri që nuk i intereson shumë pushteti, edhe nuk i intereson shumë karriera dhe karrika. Unë ashtu e ku menduar, edhe ku vlerësuar, sepse ashtu kemi punuar dhe kemi vepruar, sepse na kemi pas mundësi edhe na disa mu avancuar në kohë të partitë kësaj disa partive politike, po megjithatë kemi ne si opozita apo si kundërshtar. Po ne edhe sot unë jam si një kundërshtar i pushtetit. Pra, drejt për drejt, i gjitha pushtetit që në Kosovë, po në kuptimin si është pushtet kundër këtyna. Po, me veprimet tona si opozit, jo vetëm në kuadër të kuvendit, po me qëndrimin tonë si opozit normal që i ndihmojmë bukur shumë mendoj qeverisë në momente kritike dhe në momente kur janë tepër vendimtare për çështjen e Kosovës. Mirë po kë dëshmoj mjaftueshëm që është një karrierist tepër i fuqishëm. Është një karrierist, ka Albin Kurti, sipas mendimit tim, dëshmoj prej momentit kur hyn në parti politike, dëshmoj se nuk dën me pas asnjë bashkëveprimtar partijak që është i nivelit tina. Nuk dën me pas asnjë konkurrent brenda partisë politike të vet. Sepse kemi shembuj të mjaftueshëm për këtë çështje. Albin Kurti është fuqizuar shumë, kur në kuadër të vetëvendosjes si parti politike kanë ardhur Vesari Meri, kanë ardhur Shpend Ahmeti, kanë ardhur Dardan Molliçaj, kanë ardhur Frosher Krasniqi, ka ardhur Noli, që realisht kjo ishte një strukturë, edhe ka ardhur Ylli Hoxha, pastaj ka ardhur ky djali Hajrullah Gorani dhe kështu me radhë, një numër i madh i tyre, që pastaj kanë hyrë në kuadër të vetëvendosjes si parti politike, që pastaj kur dolën zgjedhjen në vitin 2010-11, atëherë i siguruan ndikon ja 2-13 vota. Mirë po tash, ky dal nga dal filloi të shantazhoj njerëzit që kishin një ndikim të madh politik në kuadër të vetëvendosjes. E këta ishin Dardan Molliçi, ishte Vesari Meri, pastaj ishte Shpend Ahmeti, pastaj ishte Noli, pastaj një numër të tjerëve që realisht i pom kur u larguan nga vetëvendosja, e që ata bën një gabim tepër të madh, që elshuan në kuptimin e asaj veç ashtu, shpejt, po tash, për çdo ditë më shumë, Albin Kurti, sipas mendimit tim, është një njeri tepër i parashikueshëm, dhe është njeri i cili ka filluar dhe për çështjet të tij personale veçuar, me rrezikuar edhe interesat e popullit shqiptar të Kosovës, interesat e qeverisë dhe interesat e të gjitha atyne çështje për të cilat edhe ai vetë një kohë është deklaruar. Pra bashkimi kombëtar u harrua, po na ndan dhe me Amerikën. Po, bashkimi kombëtar është programi i cili është përcjell me vite, mos të quaj edhe me shekuj, tek populli shqiptarëve në Jugosllavi, që kemi qenë program, kemi bërë gjithë këtë, po ky jo vetëm bashkimin kombëtar, po për bashkimin kombëtar u detyrua dhe dol tha, nuk e lejon Kushtetuta e Kosovës. Thuhet se ai nuk e ka ditë Kushtetutën e Kosovës. Po këtë tash, nuk është më veç i kënaqur në kuptimin e saj, vetëm me këto çka është i bën. Po për te më nuk është kush i mirë. Çdo të gjithë shqiptarët, të cilët nuk pajtohen me mendimin e sinizmit të tina, ai quhen anti-shqiptar. Që ka shumë gabim. Edhe jam i bindur që ky popull një politik tillë të Albin Kurti nuk e duron, edhe s'ka me duruar, por është një gjë interesante e populli i Kosovës dhe të popullit shqiptar. Po flas gjatë tyne 4 decenije ose 5 decenije të cilat kemi kaluar. Ky popull dëron, po për një moment nuk dëron. Ti populli i mungon diçka shumë e rëndësishme të miku im. Është shumë e rëndësishme ajo që ende nuk është pjek mjaftueshëm për me ndërtuar shtetin, për me kriju një shtet racional, për me bëu kompromise, por është i përgatitur
por mes me pranue çdo gjë çka është në kundërshtim me interesat e popullit shqiptar. Me vonon, pra edhe një herë pjesë raske, gjithë qytetarët e Kosovës dhe gjithë shqiptarët. Populli shqiptar me vonohet, por nuk do rënë pa kufer. Prandaj, jam i bindur plotësisht që kësaj radhe, mbrana këtyre zgjedhjeve që do të ndodhin, do t'ja tregoj veten populli i Kosovës, edhe vetëvendosi, edhe çdo partie politike e cila nuk punon dhe nuk vepron në proporcion me kërkesat e popullit shqiptar, të cilat historikisht e veçanërisht prej vitit 1945 e këndej ka dëshmuar dhe ka drejtuar mjaftueshëm që ne jemi për bashkim kombëtar, ne jemi për krijimin e një shtetit përbashkët, sepse nuk mund me funksionu kështu me copa. Nuk mund me koordinu këto gjëra copa për shkak të asaj se shërbimet e jashtme po shtyn edhe po na krijojnë pakënaqësi mes vete. Fatkeqësia më e madhe është që për mendimin tim kjo po ndodh edhe në ta shpeshoj qeveri, por edhe në qeverinë e vetëvendosit, e cila ka dëshmuar mjaftueshëm, e cila nuk është përgjegjëse e mjaftueshme, ose nuk është duke respektuar kërkesën e popullit shqiptar. Pra, nuk është serioze ndaj asaj për çka i ka marrë vota, ndaj asaj për çka është zgjedhur kryeministër. Dhe tash të hin konflikt me shtetet, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe të bjen konflikt edhe me shtetet e Evropës për të krijuar sankcione apo për të krijuar politika të kundërshtim publike para opinionit ndërkombëtar, është për të ardhur shumë keq, për fakt asaj se forma që i shpreh ky i shpreh format publike, që është kundërshtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po unë e di një, që kur të ulen edhe të hynë bisedime në mes të 4 mureve, edhe në mes fillojnë bisedime kë bëhet një pull, kë e njohun e shumë mirë. Nuk është kë donzoni që po paraqitet sot, po kë, ka thëmë edhe këto që ka shumë e rëndësishme. Albin Kurti është një njeri tepër i çuditshëm. Bëhet luan me shqiptarët, apo me partitë politike tjera, apo me njerëzit që kanë kontribuar dhe kanë dhënë shumë për çështjen e Kosovës, ndërsa bëhet pull në raport me shtetë Serbin, në raport me pjesën veriore të Kosovës, edhe në raport me ndërkombëtar. Kjo është një politikë dyftyrshme, për qëndrimin tim. Politikë që s'është racionale fare. Politikë që... Ju thoni që bëhet pull me Serbin, ndërkohë që ai thotë kanë vendosur sovranitetin në veri. Ata thot për ata që se kuptojnë realitetin. Sepse kënë veri s'ka bo asgjë hiç kurrë. Asgjë. Unë përveç aty në ura që i ka marruar dhe ato nuk funksionojnë sot, kënë pjesën veriore të Kosovës nuk ka kur çfarë kontrollë. Edhe ai çka është edhe më keq, ky mundohet me paraqit që kontrollën e ka nga policia. Po, qetësinë e një populli, qetësinë e serbën verit Kosovës, nuk mundet me mojt ky qetësinë me policinë e Kosovës, as me njësi speciale, edhe nëse ka dje. Sepse qetësinë Kosovës ka mujt me mojt as Jugoslavia, me ushtri dhe polici që ka qenë Kosovë, e armatosën të rinë dhëmë. Se di apo këdëni që apo thëmë. Edhe një herës, deklaratat e Albin Kurtit, deklaratat e Xhelal Shveshlit, sepse policia e Kosovës ka arrit me vendos qetësinë në pjesën veriore të Mitrovicës, që Kosovës është deklarat e pamatur, është deklarat e cila deklarat nuk i sjell asgjë të mirë popullit Kosovës, përveç ka mundësi me allon në vot për ata që nuk e kuptojnë politikën dhe diplomacinë. Pjesa veriore e Kosovës nuk mohat me polici. E them të edhe një herë,
me sinceritetin më të madh, po dhe nga përvoja ime më e madhe, jo veç e imja, po e gjithëve, se Serbia kur s'ka mujt me vendos qetësinë në Kosovë, edhe pse ka pas 100.000 forca policore në Kosovë, me tonka, me armatimin, me aeroplana, me mjetet të ndryshme, edhe pse ka ndihmuar edhe një numër jo dhe i vogël që kanë qenë bashkëpunim, koordinim me policinë e Kosovës. Një shtet nuk ka fuqi dhe forcë për me majt qetësinë edhe rregullin brenda shtetit vet, pavarësisht çfarë nacionaliteti ekziston, sepse sa më madh presioni që bëhet për policisë, shembull për manda serbe, vetëm deklaron para opinionin ndërkombëtar se shqiptarët nuk janë për bashkëjetesë. Shqiptarët i urrejnë serbët. Kjo nuk është e vërtetë. Por qetësia në veri, normal kishte më moj shumë më qetë dhe shumë më mirë, vetëm nëse në atë pjesë fillojnë me u hap firmat dhe ndërmarrjet e shqiptarëve, fillojnë me u hap bashkëpunimin atë pjesë të veriut, por arsye se me një zhvillim më të hapshëm ekonomik, realisht krijohet edhe një qetësi më e shpejtë edhe më e fuqishme edhe më e sigurt në çdo pjesë territorit të Kosovës. Sot, unë e them edhe diçka tjetër që për qytetarët. Qeveria e Kosovës dhe policia e Kosovës nuk e kontrollon as Graçanisën në Prishtinë. Pra, se ditë ja ke qenë Graçanisë në Prishtinë. Policia e Kosovës as ato nuk e ka qetësinë. Për arsye se por aty u bën bashk, fatmirësisht. Aty u bën bashk. Po mirë që janë bë bashk, po nuk e kanë qetësinë, nuk mundën me vendosë asgjë policia e Kosovës pa bë marrëveshje me serbët në Graçanisë. Kemi edhe disa komuna tjera të cilat. Por ajo çka është më e keqe është se deklarata që i bojnë publike, veprimet që i bojnë me policinë në pjesën veriore të Kosovës, në kuptimin e saj për me majt, për me ndaluar gjithë ato një çështje, ato janë vetëm disa farsa, të cilat nuk i sjellin gjithë mirë çështjet e Kosovës, por vetëm një humbje të autoritetit qeverisë Kosovës, sepse në atë pjesë qeveria e Kosovës nuk ka kush çfarë qasje. Qetësinë, disiplinën atje dhe kufinin e ruan Kfori. Prandaj, ta me deklaratat të tyne janë kundër Kforit, me deklaratat të tyne janë kundër Amerikës, me deklaratat të tyne janë kundër Shteteve të Evropës, edhe në fund çka? Qatë pjesë e ruan përsëri Kfori. Edhe e dyta është edhe një çështje shumë e rëndësishme. Ushtria e Kosovës nuk mundet me dal nga kasana pa pëlqimin e Kforit. Edhe policia e Kosovës nuk mundet me dal edhe me shkuar në veri pa pëlqimin e Uleksit. Pra, nuk ka fuqi ekzekutive Xhelal Shvesa si ministri punëve me dhënë një urdhës pa marrëveshjen e ndërkombëtarëve. Sepse bëhet shkelja e marrëveshjes të Rambujës edhe marrëveshje tjera të Brukselit edhe marrëveshje tjera që janë krijuar në kuadër të qeverive të mëparshme edhe që kësaj qeverie. Tash kemi edhe një rast marrëveshjen e Kumanovës. Marrëveshja e Kumanovës tash nuk ka të bëjë me si një marrëveshje që për funksionimin ose për arritjen e zajednicës, po tash është një marrëveshje vetë menaxhuese e pjesës veriore të Kosovës, që fjala vetë menaxhim është vetë qeverisja serbe në pjesën veriore të Kosovës. Kjo qytetarët ende po shpresojnë i pjesë e qytetarëve të cilët, po ne qeveria po është një e keqja më e madhe është një që këtë nuk besojnë as partitë opozitare, po deklarojnë publikisht. Me thonë se që kjo është qështu. Por mos harrojmë se tash kriza qeveritare, sipas mendimit tim, që është krijuar në Kosovë, është për dy arsye. Një, unë e kam shkruar edhe kështu në internet apo në Facebook-in tim atë që shkrimet që i bëj. Se pozita që ka qenë deri tash, domethënë, qeveria që ka qenë e Albin Kurti nuk është e interesuar me formuar qeverinë e Kosovës.
edhe nuk është interesuar, po as opozita nuk janë shumë të interesuar për me e marrë pushtetin në pjesë e qeverinë e Kosovës. Dhe adim se të dy polët e kanë një të qartë. Edhe Albin Kurti, edhe Memli Krasnisi, edhe Lumen Abdigjiku, edhe Ramush Haradina, edhe partitë tjera kanë të qartë se nuk kanë qare, apo domosdoshmërisht nuk kanë qare për në shkruar marrëveshjen e vitit 2013, 2015, edhe realisht edhe marrëveshjen të cilët e ka arrit Albin Kurti me pikën 7 marrëveshjes në Ohër. Pra dhe njëherë, qaj e parti e cila do të zgjidhet në qeverinë e Kosovës, pavarësisht cila parti politike, ka me qenë domosdoshmërisht për me bo një marrëveshje. Unë e di shumë mirë në kuptimin e saj edhe jam i bindur plotësisht se një këja mirë të partitë politike në Kosovë dhe njerëzit e partive politike në Kosovë. Këja kam një hori për të njënë në gjitha ty në qështëve, mo asë një parti politike në Kosovë nuk ka me mujt me kriju vetën me vota që do t'i marrin, me pas mundësi, me pas 51% vota. Po domosdoshmërisht kanë me qenë të obliguar, pavarësisht kush dele para, me bu marrëveshje me partitë tjera për me kriju qeverinë. Dhe tash, mas lehti, mund t'i quajtur, mas lehti kishte me qenë, më pa qenë një koalicion në mes të PDK-s e VV-s. Të janë dy parti politike e cila ka autoritet qytetar, sepse pjesë e madhe ty ne kanë marrë pjesë në lufta për qirimin e Kosovës. Normal, edhe kjo pjesë tjetër me Albin Kurti që i ka përgatitur qytetarët në kuptimin e asaj se ne nuk do të nënshkruajmë marrëveshje me Serbinë për pjesën veriore, por sa të shtyhet kjo moszgjidhje e këtij problemi, besoj që për popullin e Kosovës edhe për qytetarët e Kosovës nuk është mirë edhe dhe tjetë një humbje shumë e madhe. Edhe diçka po du me shtu. Ne nuk e kemi problemin veç krijimin e qeverisë. Problemin më të madh populli i Kosovës e ka se qytetarët e Kosovës kanë rënë shumë moralisht. Pra, populli i Kosovës. Pra, ka rënë shumë moralisht dhe nëse vazhdon edhe veç 70 vjetë mos funksionimit normal të qeverisë Kosovës, rinia e Kosovës edhe populli i Kosovës, forca kryesore e popullit Kosovës veç ka filluar të shpërngul. Është për me u shqetësue ne si intelektual, është për me u shqetësue si parti politike, është për të shqetësuar si qytetar, se çka po ndodh këtë formë. Kërrejt problemi është orientuar ka pjesa veriore e Kosovës, e cila qeveria e Kosovës është e koordinuar me shumë mirë me qeverinë e Vučićit në Serbi, sepse deklaratat e Vučićit dhe qeverinë Serbi i shkojnë për shtati qeverisë Kosovës në krye me Albin Kurti dhe sër, dhe deklaratat e qeverisë Albin Kurti, se tashmë nuk ka qeveri, i shkojnë për shtati shumë qeverisë që Vučićit edhe mbështetësit tyne në qeverinë e Serbisë, sepse rastisht para 2 dite ose par dje nga presioni protestave që po ndodhin në Serbi, ai u deklarua se është në prag shpërthimit të një konflikti dhe lufte në Kosovë dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Pra Vučići e tha publikisht për me e friksue popullsinë dhe qytetarët e Serbisë se gjoja na jemi të rrezikuar prej qeverisë Albin Kurti. Ne do ta kemi shumë kënd. Ato që e lavdrojnë serbët, si njeri të rrezikshëm, si njeri është kundër Serbisë, se është atë që i thonë që është janë mik i Serbisë, historia të popullit shqiptar, është fjala në Kosovë, ka të reguar s'ka dalë, pra, pas një periudhë, pas 20 vjeçare, se ai ka qenë si dorë djathtë e pushtetit më hershëm, edhe të Jugosllavisë vjetër,
edhe të Jugosllavisë së Titës, po edhe pse jo edhe të Jugosllavisë të kësaj Serbie që është sot. Profesor, për mua ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë dhe unë të falenderoj shumë për gjitha opinionet dhe mendimet që ju ndat me ne për atë gjithçka që rrëfyet për shikuesit tanë dhe shpresoj që në të ardhmen kem mundësi që të komunikoj sërish me ju për çështjet të aktualitetit, por edhe të historisë. Po edhe një herë ju falenderoj juve që na keni krijuar, që edhe unë jam duke përcjell juve kështu me biseda që bëni me intelektual, me njerëz që mendojnë dhe punojnë për çështjen e Kosovës, po që nuk pajtohen me qeveritë dhe gabimet që bëhen gjatë qeverisjeve në Kosovë. Në që nuk janë pajtuar edhe më herët, po veçanërisht që sot nuk pajtohemi. Ju falenderojmë dhe ju urojmë suksese, shëndet në rand parë, sepse e kryeni një obligim dhe detyrë që e ka çdo qytetar, çdo shqiptar, pavarësisht ku është e ku je. Është mirë që televizionet e Shqipërisë apo mjetet e tjera të informimit të jenë më aktive edhe të kërkojnë dhe hulumtojnë njerëzit që kanë punuar dhe kanë vepruar në kohë gjatë për çështjen kombëtare, se nuk jam unë i vetmi, po kemi shumë shokë edhe me e informuar edhe qytetarët e Shqipërisë. Pra, nëse dikush është interesuar, po du me shpreh këtu nëpërmjet juve, prej televizioni, për shembull, që janë edhe më të fuqishëm edhe ose më të shikueshëm televizion shtetëror Shqipërisë kështu, me i thirr, më na thirr disa njerëz për shembull, që të dhon mendimet tona dhe opinionet tona, normal, për atë sa dim edhe për te ju atje, po normal edhe për ato që ne i kemi përjetuar dhe vazhdojmë të përjetojmë edhe të bëjmë në kurrizin tonë. Të falenderoj shumë. Jemi në kontakt dhe besoj që diçka kam arrit me sqaruar disa probleme, ndoshta jo mjaftueshëm se po që njeriu as sa den as edhe flet edhe bën. Të falenderoj shumë edhe ne do kemi sërish mundësi dhe herë tjetër për të folur me bashkëpunimin tuaj edhe për të folur edhe për çështje të tjera, kështu që unë t'jam i njohës shumë profesor. Mirë, faleminderit shumë.